Vion operacioni për izolimin dhe shuarjen e vatrave të zjarrit në sipërfaqet pyjore të Tërbunit, Gojanit, Xhexhanit dhe Prozhmit në Bashkinë Puk. Situata paraqitet e ndryshme në disa zona, ndërsa ndërhyrjet janë përqendruar aty ku rreziku është më i lartë. Në Xhexhan situata është më e qetë dhe aktualisht nuk ka raportohet përparimi i flakëve. Zona Vion të monitorohet nga forcat vendore. Në Gojan të Madh, gjatë natës janë riaktivizuar disa vatra, por ndërhyrja e zjarfikësve ka bërë të mundur normalizimin e situatës. Në lagjen Pepaj, zjarri nuk ka avancuar drejt banesave përtej zonës së izoluar një ditë më parë. Më problematike mbetet situata në Gojan të Vogël. Vatra Vion aktive dhe po përhapet në zbritje në drejtim të zonës së banuar, por deri tani nuk raportohet afërsi kritike me banesat. Në këtë zonë po ndërhyet nga ajri me 2 helikopter, ndërsa në terren veprojnë efektiv të forcave të armatosura dhe forcat vendore. Edhe në Prozhm raportohet avancimi i zjarrit. 2 mjete zjarfikse janë dislokuar në zonë për mbrojtjen e banorëve dhe banesave, ndërsa ndërhyrja Vion të koordinohet nga toka dhe ajri sipas dinamikës së flakëve. Në të gjithë zonën Gojan, Xhexhan, Tërbun janë angazhuar 9 mjete zjarfikse dhe 45 efektiv të mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit nga Puka, Fusharzi, Kamza, Kuksi, Hasi dhe Shkodra. Në operacion marrin pjesë gjithashtu 13 punonjës të shërbimit pyjor, 60 punonjës të shërbimeve vendore, 45 vullnetarë dhe banorë si dhe 40 efektiv të forcave të armatosura. Prefektura e Qarkut Shkodër, Bashkia Puk, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe strukturat e tjera vijojnë koordinimin e operacionit. Prioritet mbetet mbrojtja e jetës së qytetarëve dhe banesave si dhe izolimi dhe shuarja e plotë e vatrave të zjarrit.